Fotografitë e radhës janë nga dyqanet në qarshinë e vjetër të Shkupit. I grupuam ashtu që lart është fotografia e pamjes aktuale të një pjese të objekteve, ndërsa fotografia e poshtme është pjesa e planit se si duhet të duket ky dyqan në të ardhmen. Këto fotografi dhe skica janë vetëm një pjesë e vogël e tenderit të komunës së Çajirit për rekonstruimin e vitrinave të gjithsej 68 objekteve në qarshi. Në këtë dokumentacion tregohet në detaje ku nuk duhet dhe ku duhet të qëndrojnë kondicionerët, reklamat dhe vitrinat. Ky tender i Çajirit, për të cilin komuna gëzon mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, nuk është i vetmi kur bëhet fjala për rekonstruimin e qarshisë. Banka Botërore tashmë ka financuar një rekonstruim autentik të 44 dyqaneve, ose gjithsej 112 dyqaneve duhet të kthehet shkëlqimi i vjetër. E gjithë procedura e punës pritet të rifillojë në muajin shtator të këtij viti. Gjatë këtyre intervenimeve do të përkujdesemi që dyqanet të fitojnë pamje të unifikuar duke ruajtur autenticitetin e tyre. Kjo është iniciativa e dytë për rikonstruimin autentik të qarshisë nga viti 2014. Atëherë, një pjesë e dyqaneve u rikonstruan, disa stokaku u bën me kandelabre, janë bërë përpjekje edhe për të rritur sigurinë, por pa përkujdesjen e vazhdueshme për monumentin kulturor për të cilin ka dhe ligj të veçantë, asesi nuk kthehet shkëlqimi i vjetër. Izložite mora da бидат nešto čisto, убаво, ама ко заштита на спомениците на чаршијата. Према тоа, луѓето од целиот свет доаѓаат во Скопје, ако доаѓаат во Скопје во чаршија, нема шанса да не дојдат и да не поминат. Затоа чаршијата има голема вредност, жалосно е, трагично е, комично е, што ние, родени во Скопје, не знаеме што ни значи чаршијата. Përveç vitrinave të vjetra të dyqaneve, një problem i ri për qarshinë janë edhe terrasat verore të palishme. Edhe këtu, si në çdo vend të famshëm në vend, hapësira për këmbësor është pushtuar nga vende për të ulur. Sa i përket terrasave të vendosura pa leje nga ana e disa lokaleve në qarshinë e vjetër të Shkupit, komuna e Çajirit ka dërguar gjithsej 35 paralajmërime me shkrim për largimin e të njëjtave. Në mënyrë vullnetare, 29 lokale kanë respektuar paralajmërimin dhe ligjin duke e bërë vetë largimin e terrasave, kurse për 6 prej tyre kemi kërkuar asistencë policore për largimin e të njëjtave dhe shqiptim të dënimeve të parapara me ligj për pronarët. Ekipi 360 gradë këtë javë edhe vetë vuri në dukje pronarët e objekteve hotelerike, të cilët vetë i minjenonin terrasat. Kuptohet, ata nuk donin të flisnin para kamerave. Ata që nuk veprojnë vetë si shton nga komuna, do t'i largojnë me ndihmën e policisë. Nëse realizohen paralajmërimet dhe nëse tenderet kanë sukses, në fillim të vitit të ardhshëm, qarshisë të vjetër të Shkupit mund t'i kthehet shkëlqimi i vjetër.